bab, ti që i bab dhe tani po na shikon, ato cilët ti ju flet fëmijëve tu, ato cilët ti dën me e ba fëmija jëtë, a e sheh fëmija jëtë në praktik të këti? Kur'an e ka sjellë ku Lukmani thot biri ti, ja bunej, la tushrik billah, o biri im, mos i bash shirk Allahut, inna shirke le dhulmun adhim, shirku, pra besimi i devijum, mos besimin e Allahut, ose besimi Allahut duke shoqëruar ati shok, pra prishje e natyrshmërisë së besimit, është padrejtësia dhe është zullumi më i madh që ti, fëmia jam, e vlade jam ja ban vetes tane. Në momentin e vdekjes, kur i thirr fëmin e vet dhe do m'ia ulon amanet atyne, çfarë derti e ka? Cili është derti i babës në momentin e fundit të jetës së tij? Ma ta'buduna min ba'di. Çka doni me adhuru mas meje? Kanë keni me pas zot mas meje? Kanë keni me elut mas meje? Kujt keni me i besu mas meje? Që kjo është derti i çdo babe që duhet me pas. Fëmia i tij çka po beson? Fëmia e tij kanë po e beson? Fëmia ti mas tina, a ka me konë milioner, as ka me konë milioner, a ka me pas pozit, as ka me pas pozit, nuk janë bërë të rëndësishme ato. I kanë kuptimet e tyre, brenda rrethana të caktume. Ama, që baba të mos e lunë rolin e orientuesit, të edukuesit, e pastaj edhe të dertlis se çka ka me besu fëmia i tij. Ky është deformimi më i madh. Ky është keq kuptimi më i madh. Ky është përmbysja më e madhe kuptimeve që sot njerëzit të na janë të jetu. Me lloj-lloj pretendimesh, hajt sa ai është i lirë, hajt sa ai mundet me bëj çka don. Nga se çdo bab ka me dha përgjegjësi për edukimin e besimit tek fëmia i tij. Roli i babës brenda familjes është roli i të qenurit shembull praktik i jetësimit të gjithë asaj të cilën ai e flet. Kjo është sfida. Bab, ti që i bab dhe tani po na shikon, ato cilët ti ju flet fëmijëve tu, ato cilët ti dën me e ba fëmija jëtë, a e sheh fëmija jëtë në praktik të këti? Besimin Allahun subhanahu wa taala, a e sheh fëmija jëtë të jetësuar në jetën tane? Ti kur i thu se Allahu xhaleshanu është Razzak, është furnizuesi, a e sheh fëmija jëtë se ti nuk e prek haramin në asnjë rrethon, sepse din që Allahu është furnizues dhe ti nuk e prek haramin. Kur ti flet fëmijëve tu se Allahu xhaleshanuhu është ai tek i cili duhet më mbështet në turbulencat e jetës, cili është roli yt tek bindja në ndihmën dhe në mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala, ti që i flet për Allahun subhanahu wa taala si Zotin i cili sheh dhe ndëgjon çdo gjë, a sheh fëmia yt në praktik se ti i friksohesh Allahut dhe e ki dronë Allahut xhaleshanuhu? Ti që ju flet fëmijëve tu për edukat dhe moral, qofshin ato në familje, qofshin ato me kojshi, qofshin ato në biznes, qofshin ato në tregti, qofshin ato në jetë, çfarë do qofshin ato, cili është reagimi jot përballë sfidave dhe përplasjeve dhe goditjeve të cilat ti i pson, sepse jo rastësisht është thënë se veprimi i një njeriu në mesin e 1000 njerëzve është më i fuqishëm se fjalët e 1000 njerëzve drejtuar një njeriu. Pra ma shumë ka ndikim veprimi i një njeriu tek 1000 njerëz sesa 1000 njerëz të ngritën edhe të flasin një njeriu të vetëm. Andaj roli i babës nuk është rol i Ciceronit. Ti duhet bashkështu, kjo është, jo. Kjo është pjesa formale, pjesa reale e edukimit të fëmijëve, e bartjes së përgjegjësive, e bartjes së amanetit, e kryerjes së kësaj detyre madhore, e këtij privilegji të madh që e bart prindi, bab në këtë rast, është që fëmia të shet tek ai në praktik të gjithë ato cilën ai po e flet, të gjithë ato cilën ai po e tregon,
të gjitha ato cilin ai po e mëson. Sepse fëmia tek prindi i tij e sheh modelin, sidomos në periudhat të ndryshme, në periudhat të caktuara të jetës, e sheh modelin e papërsëritshëm, e sheh modelin e vetëm që duhet ndjekur.